Natë Frezojtë në lokalista, dytoni është artist i madh. Sa shumë do shta, sa shumë kom prit, qa ishe kanë ti, se kisha dit. Kom lip nënër, kom lip njet, zemra e me... Përshëndetje, unë jam Temo, jam këto për mjë përgjigj pyetjeve të emisionit 05. Konga e pa shpirt është bo në produksionin Kivi Muzik, teksti është shkru bashkë me produksionin. Muzika e pa shpirt është e shoqëruar me spot, me videoklipin që ju ka bashkangjit Kongës, edhe është e realizuar me Smart Production dhe janë kry gjërimet në Vermic, në kufi me Shqipërinë. Konga e pa shpirt është prish shumë mirë, edhe pse janë 2-3 ditë që është publiku, po me rëndësi është prit mirë dhe i falenderoj gjithë ata që më kanë përkro dhe më kanë mbështet në çdo moment. Temo për momentin nuk është në asnjë menaxhim të kërkuina, për momentin jam vetë me ekipën tem që e kam për mas. Për momentin është të na shkru super, po që vjen diçka e mirë, pse jo. E gëzon, nëse është projekti i mirë, nuk ka rëndësi është femër apo moshkull, me rëndësi është projekti me dali mirë, kështu që si femër si moshkull është njëjtë. Realiteti është që unë e vërteta që nuk jetoj në Kosovë e gëzon, po e vështirë është, se do të më bëj shumë udhëtime, po sikur në Kosovë nuk e një vetin kërkon, edhe punoj me do të jam shumë të mirë, këtu të Frezojt. Një album për temën është sikur një libër për një shkrimtar. Ghetto Gjizi është legjend. Natë Frezojtë në lokalista, dytoni është artist i madh. Geteni është raper i rrugës. Ndërsa muziku? Është me formë ndërkombëtare. Planët për vitin 2026, plot projekte. Jena të punu masivisht, besoj që kom me do diçka e mirë.